Zoti Berisha, edhe pse ju jeni nga Tropoja me origjinë, në fakt keni lindur në Kosovë, apo jo? Dy prindi kam nga Tropoja, kanë lindur dy atje, kemi ikur në 53 që nga ik familjas. Edhe në Kosovë, në atë kohë, për komunizmit. Edhe unë pastaj kam lindur në Kosovë, për 5 vite sa unë qenë aty, pastaj me ik për Itali, pastaj Itali në New York. Gjatë periudhës së tranzicionit me familjen tuaj prej 10 personash në Bronx, dhe për gjatë gjithë periudhës së jetës së atje, a ka momente të cilat janë ngjitur në memorien tuaj si fëmijë ose që janë rënjosur momente vështirësie? Ku erdhëm këtu në New York, e kisha prit me gjëra shumë të mëdha, mëse ti shqiptarët edhe europian veshën shumë më bukur se amerikan. Po shon gjithë shumë casual, me jeansa, me gjëra shumë jo kështu si edhe nuk më pëlqejnë, më thënë ajo. Më qëtër po çka si far from top. Janë doja se janë njerëz më avancuar se atje. Edhe më mend si doja më kthy me i ka këtu në Itali. Nuk më pëlqente këtu në fillim, ishte një ndryshim aq i fortë, aq i madh. Edhe ku di edhe gjua, edhe gjërat, edhe një vetë shumë keqënisht, dhe nuk më pëlqente fare në këtu. Derisa kaloi koha, ikem në New Jersey me familje, pastaj kur fundit të shkollë, e çështën të re dhe ndryshon me. Kjo ka qenë e para. Zoti Berisha, ju jeni një nga artistët që mund ta them me bindje i ka bërë shqiptarët më së shumti krenar për suksese që keni arritur dhe keni thyer ato tabu ose ato hendeqe që kanë qenë paperceptueshme ndoshta për një shqiptar që mund t'i thyente. A ka qenë këtisi destini juaj, pra keni një përjardhje familjare nga bota e artit? Për shumë vite më kanë pyetur gjithë ndërmisa, po nga cili prind e more artin. Edhe gjithë kam pas njëri, mama më shami, papa më ka futur francez, ai ka qenë ka pasur vetë duke kompa. Derisa një herë mami më tha ke qenë Tropojnë, atë kodër, jo që bëjmë atje, thash, jo, sa shko, duhet më shku pa tjetër, është një markulli, një bukuri janë që rrallë, në mënyrë si ma shpjegoj, thot, në mënyrë si ma shijoj, të më thonë, thash hajtë ta provoj një herë, deri sot ajo shutin më bukurim se i bëj çdo herë për një Shqipëri. Ajo është kanë artistja, se kom pa nga ona vizuale, po ajo arti nga mami. Keni shprehur në një intervistë se kishit dëshirë që të barazoheshit me botën. Duke thënë se ju vinte inat që na shihnin pra si shqiptar si nga lart. Çfarë do thotë kjo mendësi e tillë ose si ndikon një mendësi e tillë në të gjithë mënyrën se si një shqiptar mundej e kryen rrugtimin e tij në botë? Ati nga Zoti, besoj çdo njeri ka vetën. Çdo njeri ka talentin e vet. U rita në Amerikë. E tim pash si kishin pak racizëm, domethënë nga ona jone, kur më shami dhe nuk e kuptojshin amerikanët. Çajon këta, edhe na shikojshin më poshtë. Edhe më ka kafë shumë inati, gjitha kohë pse ma shikojnë mama shumë, po kur shia modë, shia ftyrë, për si ka shamin, s'ka lidhje, po ftyrën ka shumë bukur. Edhe këm thamë pse të na shikojnë poshtë, edhe këm thamë se fëmijë. Kur të rritat edhe bëjtë që ka bukur në botë, do të donë kremata. Edhe kam thënë këtë fjalë se fëmijë, më thanë edhe kur ndoshta një fëmijë, kur mendon këtë gjë dhe thot shumë herë në kokën e vet, pa menduar, por në fotografi në 96-tëve në Miss Universe, kryesori fotograf. Edhe fillova mora licencë Miss Albania, Miss Kosova, mora Ford Supermodel Albania, Ford Supermodel Kosova edhe. I dham shumë të 4 vajzave në mitë Zoit. Edhe ideja është për vajzë normal, po ishtë ma shumë për shtetin. Ja, shohin bota si popull kanë për natin shansat edhe neve, na shohin si vetja. Online u realizua ku du Kosova 200 vend me bukafe në botë. Kanë të mërë vend e parë për 96 shteteve. Shqipëria shkojnë në shtasin, aty nova vullin dhe më thonë, ja nova vullin si u përja shqiptarë nuk të më shefet ma, na me repat tonë, të ftyra si po ndodhë si Dua Lipa, gjitha këto tjerë si po dalin, po kam ndryshumit mendje për shqiptarë. Më thonë, çdo njeri thon një gjë bukur, çdo moment është një gjë, e takuan një shqiptar, po kështu dhe filloi tash një mas një, tash edhe Dua Lipa kur po ndarkë para një kohë bash tash unë bëra për prindit tukën gjë, tash ti kim përgjithësinë ti inspiron të rinj. Duket sikur zemra juaj nuk është ndarë pak kurrë nga Shqipëria dhe keni qenë prezent ndoshta edhe më shumë se sa një pjesë e mirë atyre artistëve që kanë jetuar brenda kufive vendas. Në vërtet kur i rrit vetë pa shqiptar, unë ta çmeshëm me pa një fytyrë shqiptare, si isam amerikan, i mbrit me familje tonë, edhe nuk ishim asnjë njeri tjetër përveç familjes tonë, edhe nga më shqiptar. Zoti Berisha, për të gjithë shqiptarët do që janë, që kanë ëndra të mëdha, por që ndoshta
mundi atyre futet në disa skuta të errta për disavantazhet e fillimit të tyre ose se nga ja nisin. Cili është mesazhi juaj? Kush i kish menduar se unë erdha nga një fëmijë i vogël nga Shqipëria, Kosova. Edhe në çdo moment i shisha aeroplanat, atë kohë thënë se do me në aeroplan me më largu sa më larg, me arrit më larg. Ças mi, edhe arrita. E arrita edhe kur dul vajta shqiptar dyja, the top 10, fillova me çaj. Veç më lot, pa mendu fare, thash wow, ma në fond, ai ando realizuar pas se fëmijë, po s'ku menduar deri sot, sa ndodhi tash. So gjithherë duhet me mendu me të ëndat, duhet me mendu lart e më lart, and keep going, never stop.